Teksa pritet që gjykata kushtetuese të japë vendimin lidhur me Belinda Ballukun, ka pasur disa lëvizje të ambasadës amerikane dhe ambasadës së Bashkimit Evropian në Shqipëri. Sigurisht që edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian ambasadori i Bashkimit Evropian dhe ambasadorja ose e ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë kanë pasur takim me kryetarin e gjykatës kushtetuese. Për të folur lidhur me këto lëvizje dhe çfarë ishin më saktë këto lëvizje, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur, zotin Romeo Kara. Zoti Kara, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Avokat, mund na thoni pak si e shikoni këto lëvizje të, po themi, të dy ambasadave kryesore në Shqipëri për të takuar gjykatën kushtetuese, vetëm pak ditë që kjo do të jap një vendim lidhur me Belinda Ballukun? Tani zakonisht komentet janë politike, po në fakt palët diplomatike dhe të huaja nuk veprojnë direkt politikisht. Ata flasin sipas standardeve, flasin me gjuhë institucionale dhe ndërhyrjen e kanë ose interesimin e kanë më tepër për të pasur një proces të drejtë sipas standardeve dhe të kemi një pavarësi të gjyqësorit. Duket sikur dhe unë po flas përgjithsisht, po në fakt unë jam i sigurt që këtu është interesimi. Domethënë që gjykata të mendosin sipas fakteve dhe provave, e pavarur nga presioni politikës apo interesa tjera. Dhe kjo nuk është pak. Nëse gjykata do të veprojë kështu, aq më tepër që është një proces me interes të madh publik, duke qenë me interes publik, ata dinë ku interesohen, ku tregojnë vëmendjen e tyre, pra po i tregojnë kësaj gjykate që i gjithë ky proces dhe puna juaj së fundit do të jetë në një vëmendje të shtuar tonën dhe ne do të shohim se si do të funksionojë domun. Është një test edhe për gjykatën. Dhe do të ishte, domethënë, me interes që të ishte një seancë një proces sa më transparent dhe mundësisht sa më afër standardeve të pavarësisë gjyqësore në përgjithësi. Shpresoj që të japë interesi. Avokat, po takimin e sotshëm të përfaqësuesve të ambasadës amerikane ku kanë takuar kryetarin e grupit të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Si po e shikoni këtë angazhim të ndërkombëtarëve kohët e fundit? Kanë bërë gjyshapi pas. U tha që personat që janë aty rreth Berishës do të hanë varë, unë e shoh se një gjyshapi pas. Pra po flasin brenda mundësive, ata e vlerësojnë qenien e një opozite reale, jo thjesht në letër, opozite e cila të kthehet në alternativë, po deri tani po shoh që ai hapi është gjysmë hapi, nuk është i plot pra. Nëse do të ishin takuar me Berishën, do të thoja të tjera fjalë. Pra deri tani po bashkëpunojnë me opozitën, por në këtë nivel. Pra mund të jetë një hap drejtim Berishës, mund mos jetë, unë nuk di ta them këtë, por që po kërkojnë që opozita të bëhet opozitë më të dhe të ketë figura të besueshme. Pra, këto figura me të cilat ata janë takuar, tregojnë që janë të besueshëm për ta. Është një haber i mirë për opozitën, pra. Pra jo e gjithë opozita është e përshtuar deri tani dhe pranojnë të kenë interlokutor dhe bashkëpunues këtë nivel deri tani. Shpresoj që dhe opozita ta marrë mesazhin dhe të ditë përfaqësohet më mirë domethënë. Avokat, besoni që do ketë ndryshime gjatë këtij fillim viti lidhur me politikën shqiptare, pasur parasysh këtu që 2025 nuk ishte dhe, po themi, një vit aq i lehtë për politikanët e korruptuar, pasi në fakt ka pasur disa arrestime, ka pasur disa ndjekje penale dhe duke që për 2026-ën ka ngelur vetëm kryeministri në fakt. Ne zakonisht na intereson momenti në futboll, momenti i golit, apo po marr në boks momenti i nokautit, po për të shkuar deri aty ka një aksion tërë. Besoj 2025 tregoj që nuk po kam emra atu në politikë dhe jashtë saj, qoftë edhe te pjesa e oligarkisë, pa u përmendur dhe pa
pa u sfiduar nga drejtësia e re, po themi, sidomos nga pjesa e organit të prokurorisë posaçme. Pra nuk çuditemi më tani që edhe kryeministri të shkojë atje apo presidenti nesër edhe çdo figurë tjetër. Pra 2025 ka qenë një aksion i gjatë ku janë thyer disa atu, por që ne shpresojmë që 2026 do të kemi disa finalizime në funksion të ndarjes të vendit nga kjo epokë e një tranzicioni së gjatur, që në të vërtet ka qenë epoka e lulëzimit të korrupsionit dhe e shkatërimit moralit dhe çdo vlere tjetër që mund të mbajë në këmbë një popull dhe një vend. Pra shpresojmë të mbyllim me sa më shpejt me këtë epokë dhe të hapim një epokë të re. Ajo nuk bëhet brenda një momenti, është i gjithë ky moment që ne do donim është në të vërtetë një proces, po shpresojmë të hyjmë në atë proces i cili do të bëjë që të flasi realisht një drejtësi e pavarur nga pushtetet e tjera, që të jetë garante dhe të siguroj imunitetin ndaj kësaj sëmundje, ndaj këtij kanceri shoqëror që është korrupsioni. Kështu që mendoj që në këtë vit që jemi do të kemi disa finalizime, qoftë në planin e drejtësisë, po dhe në planin politik. Dhe më duket se në një farë mënyrë drejtësia e paraprim politikës ose e ka marrë përpara politikën dhe po detyron politikën të bëjë disa zgjedhje të tjera. Pra, vëmendja më e madhe, domethënë komentet më të mëdha politike janë pikërisht për drejtësinë dhe për strukturën e prokurorisë posaçme. Ka pasur një lajm thënë nga një gazetare kronikës ku ka artikuluar se kryeministri Rama do të jetë në fund të janarit në SBA dhe i shoqëruar me një avokat pasi është person në dieni, do pyetet si person në dieni. Ka gjasa të ndodh një gjë e tillë? Po ka gjasa, nuk jam në dieni, besoj se kolegja Llabani është e informuar, nuk mendoj që po është nga ato gazetare që merret me thashë teme, mund të jetë ndjeni, do të presim dhe do të shohim. Juridikisht po. Ka gjasa dhe pse për kryetar shtetesh deri tani ka imunitet, por prap gjasat janë. Në rastin Mund të Maduros jetë një problem. i binte që s'ka imunitet për kryetar shtetes, kështu që Tani Guri ne po jetojmë në pikëthyrjen e në vitin 1919, presidenti Wilson imponoi në konferencën e paqes në Paris sovranitetin e popujve, vullnetin e tyre, i cili ndryshoi politikat e ekuilibrit që kishin qindra vite që luanin midis fuqive të mëdha, por sidomos midis Francës dhe Europës. Amerika akoma aty tregoi që ishte një fuqi për të marrë konsiderat, sidomos pas luftës së dytë botërore. Jemi në një moment që po bie gjithë ky rendi që ka qenë deri tani, i vendosur midis sa standarde, ekuilibra, njëkohësisht, por dhe me disa parime, sidomos drejtave të njeriut e tjerë. Tërheqja e Shtetet Bashkuara brenda një dite nga 66 organizata në varësinë e Kohëve të Bashkuar ka një domethënie. Ajo nuk detyrohet më të respektoj këto parime që ka qenë vendosur deri tani, këto marrëveshje, këto konventa, apo dhe mjaft kufizime që e ka ndjerë për interesat e saj dhe për fuqinë që ka. Dhe zakonisht pa rregulla luajnë vetëm ata që janë më të fuqishëm, ose që mendojnë që janë sfiduar në rregullat kanë sfiduar në dëm të tyre. Maduro nuk është preshtim dhe nuk është precedenti i parë. Precedenti i parë ka qenë Noriega. Unë kam qenë 20 e ca vjeç në atë kohë, e kemi parë me kuriozitet atë precedent. Deri diku precedent tjetër kemi pasur Afganistanin, Irakun. Nga Europa kemi precedent Libin dhe Sirin njëkohësisht, që duket sikur po të flisim për parime s'duhet ndorhyrin as ata, po ata kanë ndorhyr. Kështu që tjetër gjë është thënë në letër, tjetër është bëhet në realitet. Më i sinqert ka qenë Trumpi në qasjen e tij, e ka thënë dhe ka bërë, nuk është se ka thënë gjë tjetër dhe ka bërë gjë tjetër. Por këta nuk janë gjë të ta parashikojnë më Trumpin.
në deklaratat e tij, të cilat ai mund të ndrojë dhe pastaj të shkojnë me veprime aty ku dojë. E morën të lehtë, e morën mbas edhe duke u zbavitur, por në shumë momente e ka treguar që ditë luaj me deklarimet e tij politike dhe në fund fare të procedojë aty ku dojë. Fakti Maduro tregon që Amerika gjithmonë është mbështetur në dy këmbë diplomacinë e saj, edhe në parime, edhe në forcë, në diplomacinë e drejtë për drejtë, dhe ka treguar që po rikthehet edhe tek një politikë të rritjes së hegemonisë së saj në hemisferën perëndimore, ku ajo kërkon të imponojë aty standardet e saj. Pra, për asaj hemisfere ka rreziku më të madh të migracionit. Armiku më i madh i Amerikës mund të jetë ai që instalohet brenda Amerikës. Këto analiza janë bërë me kohë. Deri tani nuk ka një fuqi apo një grup fuqish që ta sfidojnë Amerikën, por problematikat e brendshme, siç po i shohim, janë jo të vogla. Kështu që ne e quajmë si pretekst ose pseudo shkakun e migracionit apo të narkotrafikut, po për ta është një çështje reale që qëndron. Aty ka një çështje, domethënë, ka një problematikë që ata duan ta zgjidhin. Normal edhe pjesa tjetër, por më shumë kanë se edhe këto nxitje migracioni që kanë qenë lumë, nëse i mbani mend, varg njerëzish, miliona njerëzish në mënyrë të organizuar drejtoheshin dhe nxiteshin shkonin nga Amerika Latine drejt SBA-s, sa detyruan në qeverinë e Trumpit parë të ngrinë një mur për një shumë disa 10 miliard dollar, ka qenë organizuar dhe nuk ka qenë thjesht, ka qenë përballë një krimi të organizuar për t'i bërë presion dhe për të rënuar Amerikën nëpërmjet një migracioni paligshëm. Kështu që për ta shqetësim, ka qenë një premtim për të bërë. Premtimi i parë për uljen e çmimit të karburantit është mbajtur nga rreth $4 galloni, 3.80, 3.90 në vende ndryshme ndryshore. Tani ka vajtur 1.27, 1.25 brenda një viti. Pra kemi bëjmë me qeveritarë që mundohen ta bëjnë ato që thonë dhe ta besojnë ato që thonë. Pra të ngarkuarës me punë në ambasadë amerikane ul Belinda Balluku, zëvendës kryeministre e cila kërkohet nga SPAK për t'u arrestuar. Si e pat këtë, po themi, organizim dhe vendosin pikërisht ngjit me zyrtarin amerikane? Aty ka një protokoll, besoj, megjithatë ka qenë një gjysmë paqe, besoj, midis dy palëve. Ambasada dhe pala amerikane ka folur tjerë me logjikën e investimit dhe të standardeve. Ka përshëndetur një investim të mundshëm, po të bëhet, është një investim shumë i rëndësishëm. Nëse nuk gaboj ishte 600 megawatt, nuk e di tani, do të ishte një investim realisht i rëndësishëm për të siguruar edhe sigurinë energjetike të Shqipërisë. Nëse do të bëhet. Sikur dhe gjysma e saj të ishte, do t'i bënte punë Shqipërisë. Nëse është 600, nëse nuk gaboj unë. Por ka qenë një qëndrim, sa pash, korrekt diplomatik, po jo aq i përzemërt nga ana politike, siç mund ta përkthejmë. Pra ka qenë një qëndrim korrekt. Kemi këtë investim, merremi vesh ta bëjmë këtë investim, për më tej do flasim vetë punën e tyre. Pra të huajt nuk flasin shpesh politikisht, ata flasin me gjuhën e standardeve. Edhe me gjuhën e investimeve. Në këtë rast është një interesim i ligjshëm dhe i palës amerikane për një investim. Ky është investim realisht strategjik dhe me rëndësi të madhe si për ata dhe për ne. Kështu që është bashkuar qendrimi i dy palëve, paktën në lidhje me këtë investim. Avokat, është lënë që me datë 28 janar të mblidhet Këshilli i Mandateve lidhur me kërkesën e SPAK-ut për të hequr imunitetin Belinda Ballukut dhe më pas për procedurën e arrestimit të saj.
Besoni që majoranca do të marrë një vendim pro heqjes së imunitetit apo do ketë një qasje kundër kërkesës së SPAK? Më shumë rëndësi do të kishte për majorancën çfarë do të vendosi gjykata kushtetuese, unë kështu e kuptoj. Pasi aty nuk do ketë më mbrojtje ligjore dhe do të goditet me efektivitet plot çdo ministër dhe çdo figurë, mbas edhe kryeministri, nëse do të ketë hetime do të thonë që ky person është përfshirë në afera apo jo. Dhe e mendon të tillë organi i akuzës me gjykatën apo jo. S'është vetëm organi i akuzës, është gjykata që vendos. Organi i akuzës ofron faktën mbështetur në prova para gjykatës. Megjithatë, nuk mendoj që jemi në gjendje të themi tani do ta miratoj apo jo. Po të ishim në situata normale, do të verifikoj kjo kërkesë. Rama tha që është kuazi gjykat. Këshilli i mandateve nuk është kuazi gjykat. Unë e rrezoj në mënyrë profesionale absolutisht poshtë thënie, pavarësisht se Rama Zileverdis nuk është kuazi gjykat. Verifikon nga ana formale kërkesën, se mund t'i çojë edhe unë kërkesë, po si ai tot njeri imunitetin një deputeti me kërkesën time apo tuaja. Pra verifikohet nga ka kërkesa. Ka ardhur nga organi i dur, kush ka drejt ta çojë? Ka drejt ta çojë organi i hetimit që ka në lënd, se mund ta kërkojë për shembull një prokurori rrethi, dhe ata s'kan drejt. Në këtë rast e kemi deleguar gjitha çështjet penale e tjera, e kemi deleguar strukturës posaçme që quhet SPAK. Pra shihet nga ana formale. A është plotësuar si duhet? A janë vepra penale të cilat parashikohen për këto raste etj. Merren dhe prova, po jo se këta duhet të ta trajtojnë veten e tyre si gjykatë fakti. Pikërisht këtu nga ana profesionale kundërshtoj Ramën, nuk është gjykatë fakti, nuk kanë asnjë drejt. Ama përpara që këtu s'kemi të bëjmë me skupe, s'kemi të bëjmë me një ndërhyrje të një pushtetin tjetër, por këtu kemi një çështje, pra ka një çështje reale, ka një proces që ekziston, pra nuk është një tallje, një lajthitje, një dëshakësi, dhe ka një shpjegim pse kërkohet, domethënë, realisht të merret kjo masë, domethënë. Se janë masat shtrënguese edhe masat ndaluese. Masa ndaluese është pezullimi që do të merret gjykata këtë rast, masa shtrënguese këtë rast po kërkohet pranë parlamentit nëpërmjet Këshillit të Mandateve, dhe Këshilli i Mandateve nuk ka ndonjë arsye, nuk që ta refuzoj për të shkuar çështja në seancë plenare. Edhe aty ministri në fjalë do të mbrojë veten, ka drejtën e fjalës edhe të mbrojë veten, dhe si në Këshillin e Mandateve, bashkë me avokat bile, me mbrojtës ligjor, ashtu edhe në seancë plenare. Aty seancë do të shihet. Fakti që PS-ja zotëron 83 mandate s'do të thotë se mund ta mbrojë. Secili bën kostot e veta. Nëse do ta mbrojë, i bie që pastaj po përdor forcën e kartonit për të shmangur drejtësisë, tu kompromentohet pastaj i gjithë pushteti, nëse kjo do të ishte në kundërshtim me standardet. Kështu që deri atëherë do të rrjedhin shumë ujëra, edhe do të shohim si do vendosin. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Guri, pati jemi lidh tani. Ishte u shkëput. Nuk e di pse unë s'pata në thirrje, u shkëput. Ja ta shoh pse çka ka. Se më ka nges dhe mua kjo tash. Okej. Avokat, si e keni parë qasjen e opozitës shqiptare dhe kryesisht qasjen e zotit Berisha
ndaj proceseve, po themi, që SPAK-u kanë nisur, pasur parasysh këtu edhe që kohët e fundit kemi pasur një intensifikim të hetimeve ndaj pasurisë së zotit Berisha. Tani, momentet e para, qasja ti ka qenë në dëm të tim, më tepër se sa në dëm të strukturës SPAK. Dëgjon tani Guri, se më duket se ka problem. Apo jo? Jo, dëgjosh. Ah. Më pas, kur struktura SPAK u mor me njësër funksionarësh lartë të administratës tanishme dhe të Partisë Socialiste, qasja ka qenë pro strukturës. Tani kuptohet që kur struktura të afrohet drejt për drejti si person, në atë moment ke edhe konflikt interesi për të folë. Prandaj njerëzit që përfshihen në afera janë të këshilluar të thonë le të flasë drejtësia. Edhe se çdo koment që do të jetë politik, gjithçka do zgjidhet në gjykatë. Presupozohet që gjykata shkon tek e vërteta dhe e vërteta pastaj na çon tek një vendim i drejtë për të dhënë drejtësi. Pra, duhet të zbulojmë mirë vërtetën, pastaj të japim drejtësi. Ne kemi autorizuar një pushtet veçantë që janë gjykatat, prokuroria dhe një sistem i tërë tjetër që kanë të bëjnë me organet ligjvatuese. Pra duhet ja lëmë fjalën atyre. Ka një rregullim, mund të themi, se mund të mbahet edhe një qasje tërësisht abandonuese ose konfrontuese me sistemin e drejtësisë. Por akoma nuk është në atë pikë që ta pranoj realitetin dhe thot po, edhe unë kam probleme me drejtësinë, ose drejtësia ka probleme me mua, por si për mua dhe për kundërshtarin politik, le të kemi një standard dhe le të arrijmë që ta konceptojmë, pra çdo qeveria e humbi shansi për të qenë partnere me drejtësinë. Pra, në mënyrë se si po përplasen numri personave që ka shkuar atje, domethënë s'ka lënë njëri pa shkuar dhe mund të jenë i pafund numri që mund të shkojë. Por dhe opozita duhet të marrë shembull, të mësoj dhe të vërë aty ku duhet njerëz që nuk janë peng i skaluarës tyre historike, pra që nuk kanë punë me drejtësinë. Në këtë mënyrë mund të përdore politikisht drejtësia, se kemi drejt tani, kur njerëz që kanë probleme me drejtësinë, duan të përfaqësojnë mua, po ti e ke edhe ligjin e prokurimit, po patër probleme me drejtësinë, s'kualifikohesh. Tani, jo më pasaj të marrësh në dorë fatin tim e fatin e popullit tim e të vendit tim. Ti ke probleme me drejtësinë, pse duhet të votojnë për ty, pse duhet të zgjedhin ty. Është më e thjeshtë. Dikur ne kur bënim krushi shqiptarë, se s'po flas për vete, pyesnin mirë, edhe tek puna, tek lagja, tek krajina, pyesnin edhe për sëmundjet që mund të kishe si fis të shikueshme, por edhe për karakterin, sjelljen e njerëzve. Ne tani s'pyesim, shohim vetëm konton bankar. Kështu që mendoj që ka një zbutje të retorikës ti, ka që kishte retorikë regresive, domethënë. Atakuse ka shi SPAK-ut dhe ka një shtesë të retorikës tjetër kur ai e ka përkrahur, bile i ka dalë për zot, ka thënë do t'i dalin për zot tyre prokurorëve, trima etj. Pra. Është në kontradikt qëndrimi i Berishës sot me atë të djeshim, po më mirë. Çdo ndryshim qëndrimi, unë nuk gjykoj tani, nuk jam në zemrën e askujt për të parë sa i sinqert është. Personalisht nuk kam një besim të moment akoma për të parë sa i sinqert është qëndrimi i tij, por ky moment, ky realitet ka detyruar domethënë edhe Berishën të mbajë qëndrime të moderohet, ndërkohë që ka detyruar Rama krahun tjetër të gërsohet. Pra tregon që Berisha drejtësia në këto momente jo se është ajo e instrumentalizuar, nuk i besoj kurrë, por pjesa e krimeve të vjetra si duket apo parashkruhet, janë aty ku duhet, po njëkohësisht kemi një ngarkesë
me pjesën e krimit prezent të momente, që duke si kur kalon në hije të kaluarës. Sa i përket protestës që ka bërë dhe po bën Adriatik Lapej përpara kryeministrisë, besoni që do të çojë deri në fund, po themi që të masivohet si protestë, apo thjesht është një lëvizje dhe do qëndrojë aty? Tani çdo protestë ka vlerën e vet. Nuk duhet paragjykoj, por mendoj që mungon dhe kuraja e njerëzve për të përkrahur protestat, por si duket dhe mund ta paragjykojnë. Tani duhet do t'ishte mirë që protestat t'ishte më e fuqishme, domethënë. Është e lehtë të kritikosh, po tani të bësh dhe opozitë në opozitë, sikur nuk shkon kjo punë gjatë, do t'ishte mirë, domethënë. Mendoj që edhe sikur të dështoj si protestë, ai si person do të nxjerrë mësimin e duhur për të korrigjuar lëvizjen e duhur të ardhmen. Kështu që nuk e shoh me humbje dhe protestën që ka bërë. Çdo protestë ka vlerën e vet. Kështu që unë e vlerësoj si protestë, nuk e shoh si humbje domethënë. Nuk është se ka humbur ai që doli aty, kanë humbur ata që s'kan dalë për mua. Kështu është. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju.